Po, nëse dikush ka ndonjë pyetje lirisht, në muhabeti është i lirë. Po, mesat, sikur se ka përmend Aliu radhiyallahu anhu, thot law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfala as-safi awla min al-mashi min a'lahu. Thot sikur se të kishkon dini me logjik, po çona në kom. Do thot që t'jem pak më praktik. Thot Aliu radhiyallahu anhu, sikur se thot dini të kishen sipas mendjes, me logjik. Thot kur do t'jepsh mi mes, do thot do të kish mi dhon mes prej erfundit. E jo thot për mi. Ama dini për shkak se nuk është me mendje, me logjik, atëherë themi se mesti sik për sunetit është mi dhon kështu. Edhe kështu është. Çe? Duke mos e lak mestin. Nuk është kush që me e lak. Mes do me thonë me e lak dorën, me shkund, me stërpik, e do thot me e kalu. Me kalu me dorë, do me thonë e cila është e njom me ujë. Jo e lak të qullaft. Do me thonë forma e mestit, si pas sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është mi dhon kështu me dorë të njom me ujë. Si pas analogjisë që është në abdest, është do të thotë si mesele që e kam përmend, do me thonë shumë dietar, ose i jep me dorën e gjatë, të gjatë komës së majt dhe komës së gjatë dhe komës së majt, ose të majtës i jep me të gjatë, apo të majtës po, por si pas shumicës dietarëve, duke u bazuar në hadithin Aishës radhiyallahu anha, ku thot kanë Nebiu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tawaddu'ihi. Shishani Samir është hadithi. Thot Aisha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte merak që me shfryzu të djathtën kur i veshke knallat, kur i kreke flokt, edhe kur merr ke abdest. E ka thonë maj mira që kur t'jap me mes edhe komës së majt, mi dhon mes me dorën e djathtë. Do të dyjave jep me dorën e djathtë, edhe pse disa dietar kanë thonë ja, djathtës me djathtë, majtës me të majt, kjo mesela është e gjon, nuk paraqet, domethënë, po. Po. Është përmend hadithi Aliut radhiyallahu anhu, ku do të thotë natyrisht lejohet me marr mes mbi kundra. Do të thotë pyetja është, a lejohet me marr mes mbi kundra, mbi kpuc? Lejohet me marr mes mbi kpuc nëse i ke vesh ato me abdes. Kur i ke vesh kundrat ke pas abdes. Atëherë lejohet me marr mes mbi kundra, edhe mu fal me ato kundra. Në përlecimeve dimrit është që edhe lejohet mu fal me kundra. Edhe një send majni mend që nxjerrja e kundrës nuk e prish abdesin. Ke marrë mes kundrave ju ke dhënë. Edhe kur i nxjerr kundrat, edhe hin xhami me çorap. Atë prishet abdesi. Nuk prishet abdesi. Ama tu ka prish mesti. Mesti mbi kundra është prish, mos ki drejt me dhënë mes kundra. Ama abdesi nuk është prish. Për shkak se çka e prish abdesin? Dijet rregull e abdesit. Kullu ma kharaja min as-sabilain, wa zawalu al-aql, kam përmend dietar. Abdesin e prish dy gjona. Çdo send që ka del nga dy vrimat, është për qëllim domethënë organet gjinitale. Çdo send që ka del prej atij me kofta jo edhe gur, prishet abdesi. Nëse del domethënë nga vrimat gjinitale. Apo humbja e vetdijes, mendjes, edhe ajo do të thotë përsëri e prish abdesin, gjumi, bjet fikt, vjedhje me plot gojë. Si? Vjedhje me plot gojë. Ja, nuk prishet. Nuk prishet, ja. Kjo është agjerimi, domethënë. Ta agjerimi është pa. Ta agjerimi është me qëllim bile nëse është. A nëse vjedh, domethënë pa qëllim, pa dëshirën tënde, pa inicu ti vjedhë, nuk ta prish përsëri agjerimin. Ja, nuk ta prish. Nuk falesh me plot gojë, se në libra është tekstu, me plot gojë zoti forreshëm. Ja. Nuk prishet abdesi. Vjedhë nuk e prish abdesin. As agjerimin nuk e prish nëse se ke bën me qëllim. Nëse kështin gishtin me dalë edhe 5 gram të vjedhë, prishet abdesi.
Ama nëse ti vetë do me thonë vjen pa dëshirën tënde, për shkak të shtallavit media barki kështu me ardh, apo kjo ngol shumë si fit, atëherë do me thonë nuk prishet agjerimi. Për gjoki? Gjoki nuk e prish abdestin. Po parasysh, a e frejnë e kasta pa kasta. Pa më parasysh, këtë që shket gjoku nuk e prish abdestin. Po e potencial edhe 1 cent. Ja, nuk prishet abdestin. Po e potencial edhe 1 cent, edhe të hanefit. Gjaku që është pak nuk e prish abdestin. Dhe kanë thonën për mu prish abdestin me gjak, kanë thonën duhet me konën 1 dirhem. Bira e madhe. Që do me thonën kështu, edhe që me dal gjaku nga vrima e saj. Nëse kanë thonë e preheshti apo e ban një varr, edhe nuk del gjaku jashta vrimës, atër kanë thonë jashta ati vendi kanë thonë nuk prishet abdesi. Edhe tek hanefit është kështu. Por sa ata kanë thonë nëse del më shumë, atër po kanë thonë prishet abdesi. Ama me të grithme me pak me sen as të hanefit nuk prishet abdesi. Kështu që edhe ata hanefit që thonë se prishet me pak e kanë gabim. E kam gabim parimor për shkak se edhe te librat e hanefive kur të mash ta lexosh këtë çështje nuk prishet. Se do të kemë kohë hanefive. Si? Është tash të shkojmë këtu, hanefive. Na do të thotë themi kështu, mezhep që është në trojtë tona është mezhepi hanefi. Edhe është mezhepi më i studium. Do të duke e pas parasysh se do të thotë vlerën dhe dobinë atyve dietarëve, duke mos anashkalu edhe vlerën dhe respektin ndaj mezhepeve tjera, por edhe duke e pas parasysh edhe një sens tjetër, ne kemi thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Abu Hanifa po Muhammed Rasulullah. Muhammed Rasulullah ashtu. Edhe Ebu Hanifa rahimahullah e ka përmend këtë disa dietarë edhe Sejd Sabik fi Sunna edhe te al-madhhab al-Hanafi fi domethënë madhhabi Hanafi bashkohor e kanë përmend rivayet të vërtetë se Ebu Hanifa rahimahullah para vdekjes së tij ka marrë mes në biçarape. Edhe ka thonën sikur ta kisha bëu këtë edhe më herët. Kështu që Hanefit lejohet me marrë mes në biçarape. Po. Me qka? Tu falë, këshirëm, dhejvi është materia ma e pastërt. Thotë Allahu Azza wa Jall, minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Thotë Allahu Azza wa Jall për dhejvin, për tokën. Thotë ajo njerëz. Unë juve thotë ju ndreqa prej dhejvit. Ju krijova prej tokës, prej dhejvit. Wa fiha nu'idukum, edhe thotë prapa ti kam ju kthi. Këtë fundin e kina butel të vorët a gjë. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Thotë përsëri prej dhejvit thotë kam ju ringjall juve. Edhe akti i madh i shenjtë i ringjalljes ka me ndodh prej dhejvit. Dhe vëllon gjithë procesi jonë, qoftë në dunjo, qoftë në heret ka lidhje me tokën dhe me dhejvit. Që ajo është materia ma e pasërta, ma të mis që ekzista. Po. Ka 4 i falë. Çështja e lëvizjeve në namaz. Çështja e lëvizjeve në namaz. Kur konsiderohet se nuk ka prish namazin, lëvizje. Nuk ka ndodhur kjo fol para realizës. Edhe komplet lëvizje që jo të shumë dishep, nuk ka prish ajo. Lëvizje të tepërta në namaz apo si? Të fara, me u kona fërë, pasoj e realizë. Ashtë edhe e kom mullë trenerën, se mu djek likurë. Lëvizje janë shkjo, unë jem të forë, veç e kom mullë trenerën, edhe qatë. Ja, vetëm kaq. Unë të po të thamë se të lejohet që ka përmendim në Uthejmini. Disa problemove ka e krejt karin, dhe nëse e kom të fari, kështu ka rasësh shumë. Pa. Do me thonë nuk ta prish ajo namazin, bile të lejohet duke qenë namaz edhe me shim gralicën, me nal, apo me apaksu një tel vetëm me alon me punu. Apo një hez një hap që s'paraqet ala, kur një farë problemi. Ha? Jo, nuk lejohet, hapja e kombe nuk lejohet. Këshirëm, jo e gjemot. Hapja e kombe Këshirëm, nuk lejohet. Do më vërejtje me ven. Do më takimit qartë.
Nuk lejohet që besimtarit të falet kështu, me centimetra dhe milimetra të imate sa I ka qelë komët. Për shkak se kjo, do më thonë, I shkakton destabilizim në namaz. S'munët, njerin 100 kg ton kështu I majt komët, janë gjatë janë majt. E dyta, njeri I cili është 50 kg me gjithë krevet, si thënë të në Shkup, është gabim që ka që mi hap komët. Sa I kukin e ka që ka që komët që ka që I hap. Do të duhet kemi qartë. Komët, do të hapja e komëve bëhet në bazë sa e ka John Cooking, kështu e ka përmend Ibn Uthemini, do të thonë në disa mesele. Po. Apo do të thotë aq sa është do të thotë normale. Pa gishta, pa santimetre, pa milimetra, po folin normale që ati I siguron stabilitet në namaz. Aq sa është. Po. Në destinacion ku do më shkuar me të shkop. Tash në shkop. Ai ka drejtën komplet personat me këtë, do të thonë me këtë. Me çka u thon? Me rust, me çka? Me deve, me kerr, me çka? Po, fal në autobus e fal. E fal në autobus, jo në shtëpi. Këshirëm, bashkimi, jo, isa, e para herë nuk është vetëm unë që shtam, këta kesh parasysh. Qëta shune do më thonë, po të tregojnë në bazë të asaj që kam lexuar dhe mendoj se është ma I qetë për zemrën teme dhe ti po të tregojnë të njëjtën. Nuk lejohet me bashku dhe shkurtu namazet duke qenë vendas, pa dalë prej shtëpiave të fundit në qytetin ku apo në vendin ku jeton. Kur dalësh prej autokomandës e në aton, po I zëmi nëse thëna se agjosh po foli për Shkup, si lagje është e fundit e Shkupit, nëse është po foli, unë kushtimisht po tham, atër lejohet me shkurtu dhe bashku namazet. Pa dalë prej ati vendit, apo prej shtëpive të fundit, vendbanimit tant nuk lejohet shkurtimi dhe bashkimi I namazeve. Për shkak se koha nuk ka hi, edhe ti nuk je se firi, alo vendasi, alo shpiton dhe je. Nuk të lip kërkush pasosh me dalë në dyqan. Del, do më thonë si ma mirë. As të të njoftim smer me veti kur del në bitë pazar. Do më thonë I e vendas, rahat del. Lejot. Nëse nuk ki mundësimi bo lëvizet, pa. Jo, në disa aeroplane ka xhamia, mos harroni se ka vend falje. Në disa aeroplana ka vend falje. Unë më kam kërkuar, kam dhënë vend për të fal. Duhet me lip. Edhe mos harroni, në aeroplan ti je zotni. Në aeroplan ke pagujt, edhe aty me rregullat e atinve ti je zotni, si mbret duhet me të këshira ata. Do me thonë s'pëlqen haja, duhet me gjithë tjetër haja ata, e kanë obligim detyre kanë. Pse na s'dimi lip drejt tona bashka muhabet është. Veç në aeroplan kur të paguish bilet, ti do me thonë bëhesh zotni e ajo është çolja jote, robi jot. Ajo stewardesa apo stewardesja. Do më e ka për obligim dhe detyrë ti me të shërbi. Ti veç dush me lip çka do. Jo, çolën në atë kontekst e stewardesa. Mos. Do me thonë, me pas, veç du të me lip. Su I du vend për të falë. Ata të buze jo, së ndërru të veni lirë? Po. Aty falësh. Aty, po. Jo ka lirë. Nëse ka mundësi mu falë, aty falësh aty. Ama nëse është të ejtë se autobuzi, aty është problem mu falë. Se ka mundësi me thiti, kra, kom. Kibla, nisën da e thamë. Kibla do të thotë është përmend në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kërkohet vetëm kur të lidhesh. Vetëm kur të lidhesh. E pastaj ja shkon gjashtë autobusi janë të majta, atë kthen ka Rusia, nuk është problem. Nuk është përgjegjësia jote. Nuk është përgjegjësia jote, jo. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm nisën të them, me mjetin e vet, me devën e vet, kur është lidh, do të thotë është drejtu ka kibla, e masane deve ka kësi kërësish dikun tjetër, ka vazhdu namazin ashtu. Përmendet si kaptin e salat ala rahile, namazin mjetin e udhëtimit. Ka hadithe që tregojnë mënyrën dhe formën e namazit në mjetin e udhëtimit. Ka rostë për gërështë të
Po. Ha? Po, nëse mundesh me e gjetë, mirë. S'mujtë me gjetë e pyet stewardesën. Se shumica në stewardesë, rastësisht po e tham këtë. Nëse stewardesë, ha? Ja, nuk është tara. Nuk është tara. Foncytjen të gruaja i shmeve mirë të djalirinjët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka folë me sahabikët, o vëllai. Ka folë me gratë e sahabëve. Sahabët me zveti kanë folë. Sahabët kanë marrë fetfat Aisha radhiyallahu anha, në shtëpi kanë ardhur. Ama e konë mblumë. Plus Po te? Si? Po mirë, në xhami kur kanë folë, mas perdes kanë hika. Direkt kanë folë. Këshirëm, o vëllai, këto rregulla kur kanë ardhur me folë me gra, kanë ndodhur edhe para perdes, para zbritjes së xhabit, edhe më si ka ardhur xhabi. Kanë folë ata me zveti. Edhe këto kanë mes si shembull se ban me fol me femër. A ka emrin stewardess, a ka emrin maneken, a ka emrin musliman, shkin, shqiptar, kujt diçka unë lejohet me fol me atë. Domethënë për arsye, për nevojë, me qëllim përfitimi. Sidomos këtu në këtë rast, e pyet domethënë kibla ka është. Ti domethënë nuk e din kiblën. Nuk di më orientu. E pyet atë ka është kibla. Ajo me siguri ka me thonë shkoj ta pyes kapetanin sa ajo nuk e di. Shkon e pyet pilotin, ai tregon se momentalisht kibla e bie këne apo këne. Mirë, po nuk e di të nuk tregon. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Të më thonë ban niyet ka të mush mukthi, ka të vjen malet, ka ta mërmenja se është kibla, do më thonë çane kthehesh edhe falesh. Çfarë nuk kuptohet me ai që më thënë kiblës ka thënë shtyro. Kjo është për arsye. Walillahi al-mashriq wal-maghrib fa inma tuwallu fa thamma wajhu Allah. Do të thonë Allah, pronë Allahu të është lindja dhe perëndimi ka do që të ktheni, aty andej është Allahu subhanahu wa taala. Kjo do thotë është një lloj argumenti për këtë. Por do të më pas parasysh se para kësaj vjen ajeti kuranor ku thotë Allahu azza wa jall qad nara taqalluba wajhika fi as-sama falanuwalli annaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka qibla al-mashriq qibla al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum. Thotë Allahu azza wa jall na shohim thotë pejgamber se ti tu pas qef mu kthi dhe mu fal ka Qabja kur në periudhën kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u fal ke ka Mesjid al-Aqsa falanuwalli annaka qiblatan tardaha thotë frikina me të kthi ka një kible, ka një vend të cilin vend të shumë i ki qef. E thot shtash fe walli wajhaka shatr al-masjid al-haram. E thot kthe fytyrën tënde në drejtim të Qabës. Wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra. E thot kudo që t'jeni ju përsëri ktheni fytyrën e juve ka Qabja. Kjo është domethënë se na kudo që t'jemi, në tokë, në qell, aty këtu, duhet mu kthi ka kibla, ka Qabja. Nëse e gjejmë atë, nëse nuk e gjejmë, atëre walillahi al-mashriq wal-maghrib. Allahu të është lindja dhe perëndimi, apo Allahu të është lindja dhe perëndimi. Amin edhe ju. Allah shpëleft edhe juve. Aleikum selam.